Kisha Katolike uron besimtarët e krishterë për festën e Krishtlindjes me një mesazh të përbashkët paqeje, shpresë dhe dashurie nga i peshkëve të Shqipërisë. Secili nga ata ka një mesazh dashurie dhe shprese që ja drejton popullit të Zotit në Shqipëri. Dëshiroj t'ju drejtoj të gjithëve një lajm shprese. Një shprese që buron nga misteri që po kremtojmë. Zoti u bë njeri dhe banoi ndër ne. Po, Krishtlindjen na kujton që Zoti është pranë nesh. Ai hyn në jetën tonë të përditshme. Bëhet i pranishëm veçanërisht atje ku ka vështirësi, pasiguri dhe vuajtje. Të kremtosh Krishtlindjen do të thotë të ndihesh praninë e Zotit. Populli që ecën në errësirë pa një dritë të madhe. E mbi këtë lugin të errët shndriti drita e fuqishme, e ke shumuar gëzimin, e ke rritur haren. Kështu thot profeti Isai në kapitullin 9. Kjo është përvoja e Krishtlindjes, përvoja e daljes nga një errësirë që prek njeriu deri në misterin e fundit, të pakapërcyeshëm për atë që është misteri i vdekjes, siç ka shënuar edhe jetën e vllaut ton Simonit. Por ne e dimë që në fe kjo dritë shndrit. E Zoti nëpërmjet dhe ofertës së Tij shndrit në jetën tonë, e përballë këtij grazhdi në Betlehem, ku jemi të ftuar gjithë të kremtojmë, të festojmë, të sodishsim këtë Zot që shndrit në errësirat e ekzistencës tonë. Jam i lumtur që drejtojmë të gjithëve me rastin e Krishtlindjes së shenjtë, festë që kisha kremtojmë çdo vite, duke përkujtuar lindjen e Zotit tonë Jesu Krishtit. Të përgatisim familja tona ta pranojnë me lutjen e me gëzim ai që po vjen, shërbuesin, Zoti me ne.